fituse. Pse Partia Demokratike e Kosovës nuk mundet me konë me lëvizjen vetëvendosje në koalicion? Nuk janë çështje këtu personale, numrat janë shumë transition, për shkak se stabiliteti i qeverisë mvaret edhe prej numrave, mos të minimizojmë edhe mos të përjashtojmë rolin edhe rëndësinë e numrave, mirë po bik numrat. Ti dush me pas një vizion, një program, një orientim që mundesh me bashkëpunu me partnerin në qeveri. Dhe nëse i morëm programet tona, vizionin ton, shumë çështje, nuk ka hapësirë që nuk e pa negociueshme apo jo mas pari ideja që juve ju përputhen komplet programet sa ata s'kan hiç vetëvendosjen ju keni kështu që një veç e marrin tjetër. Shikoj, nëse kesh i qartë, unë fola për vizionin, për konceptin politik, programin e Partisë Demokratike të Kosovës me lëvizjen vetëvendosje. Për ata ne kemi deklaruar që do të thonë nuk mundu me qenë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Se kemi dallime. Kemi dallime edhe sa i përket zhvillimit ekonomik, edhe sa i përket sektorit privat, edhe sa i përket diplomacisë, edhe shumë çështjeve. Dhe është një diçka që është thuajse vështirë për me u harmonizu. Sa i përket partive tjera politike, në këtë rast Lidhja Demokratike të Kosovës, koalicionit AKN-Nisma, normalisht edhe deputetëve të komunitetit jo shumicë, do të thonë është shumë më lehtë harmonizimi i programeve. A është e vështirë, a është e pamundur? Se the është shumë vështirë me vetëvendosjen. A është vështirë apo e pamundur? Jo, ne kemi thonë qartë, e kam thonë edhe unë, e ka thonë edhe zoti Krasniqi, që Partia Demokratike e Kosovës nuk sheh pikat përbashkëta me pas qeverisje me lëvizjen vetëvendosje. Është e qartë kjo. Është mas e qartë. Nuk kemi pikat përbashkëta. As me listën serbe. Shiko, na folim njerë për se vime dhe aty. Se edhe aty po interpretojnë pak si veç në aspektin ma shumë folklorik se so ligjor dhe kushtetus. Vime dhe aty. Po me lëvizjen vetëvendosje këtu këtë qenë arsyet. Te Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në koalicion me Nismën dhe gjithë të tjerë që kanë qenë në këtë koalicion. Na kemi dallime në programe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, po kemi shumë ngjashmëri. Nëse shikojmë programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës me cilën ka garu, edhe Partisë Demokratike të Kosovës, flasim për politika të orientimit drejt zhvillimit ekonomik, flasim për përkrahjet sektorit privat, flasim për përmirësim standardit jetesës. Kemi qeverisë të kaluarën bashkë. Ka pas periuda ku qeverisja ka ecë mirë, ka pas periuda në qeverisje edhe vështirësive të caktuara. Prandaj është shumë më lehtë, shumë më natyrshme me pas një koalicion të Partisë Demokratike, të Lidhjes Demokratike, të koalicionit AKN-Nisma dhe të tjera që kanë qenë në këtë koalicion dhe normalisht të deputetëve të komunitetit jo shumicë. Deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës janë gjithë. I kanë të drejtat dhe përgjegjësitë e njëjta. Sikur ai që i ka 170.000 vota, 200.000 vota, sikur ai që është me 2.000 vota. Se nëse jemi edhe mbrana partive politike, kanë parti politike që pragun e ka kalu me 10.000 vota dhe bo deputet. Kanë parti politike që me 19.000 se ka kalu pragun edhe së bo deputet. Prandaj, ka deputet të komuniteteve që ndoshta me 2.000 vota është bo deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës. Po kjo është kushtetuta, këto janë ligjet, edhe Kuvendi ka mu konstituu, edhe ka me funksionu si pas kushtetutës edhe si pas ligjet.